E pyeta ChatGPT-n. ChatGPT nderuar, sa galaktika ka në kozmos? Ca galaksis pra? Më tha 2 trilion galaktika. I thash, e sa yje ka pra sisteme diellore? Tha mbi 100 miliard. E pyeta, e në planetën të cilën ne jetojmë, pra tokë, sa drum ka të mbjellur në tokë? Më tha 3.04 trilion drum. E pyeta, sa banor ka toka aktualisht? Më tha, kujdes se çdo 2 sekonda lind një njeri tjetër. Tash të lutem, më thuaj pra prafërsisht sa ka. Më tha ka 8 miliard e 350 milion e 765 mijë, edhe para 2 sekondave që ka lind poshtë një foshnjë. U habita. Dhe them, kush i ka të gjithë këta në kujdes? Para mendoni, Messi apo Ronaldo i bëjnë një 2-3 lëvizje interesante me topin, të gjithë ne vishemi si ata, ushqehemi si ata, i bëjmë flokët si ata, dhe gjithë shka si kur ata, për shkak se interesant. Disi po më duket që po harujmë atë i cili i ka krijuar krejt këto numrat që i përmendëm, gjithësisht që i përmendi ChatGPT-ja. Dhe më interesante është se këto numra unë nuk i kam numëruar. Mi përmendi ChatGPT, nëse ju dëshironi ti numëroni, ngjituni dhe numëroni, nuk kam kurrë kundër. Por numrat janë të saktë. Dhe më interesante ende është që wala yauduhu hifdhuhuma, thotë Zoti, se kujdesi për ta nuk është e vështirë për të fare, ose kujdesi i Zotit ndaj tyre për të nuk është e vështirë fare. Sa interesant gjitha këta gjëra të cilat i ka krijuar për ne, disi nuk e kemi bashkë për qefi. Subhanallah. Atë që dua ta them ose ta përmendi është që nëse vjen babai prej dyqanit, prej gurbetit, dhe i sjell djalit një bicikl, dhe kënaqet djali, kënaqet nana dhe gjithçka. Dhe çdo herë kur vjen prej punës i sjell nga një çokoladë kështu me radhë, të gjithë duke e përqafuar atë. Një ditë nuk i ka sjellur diçka, djali largohet nga përqafimi. Nana paksa hidhrohet. Është e mira e të mirës, miq të dashur, në qoftë se ne do mundohemi që ta lidhim dhuruesin me dhuratën, dhe ta duam dhuruesin edhe në moment kur nuk na jep dhuratë. Ka sa është e mundshme që në atë moment na sprovon, është e mundshme dëshiron që ta mësojmë jetën edhe pa dhurata. Prandaj është mirë t'i lidhim këta dhe ta duam edhe dhuruesin, jo vetëm dhuratat. E dhuruesi më i madh është Zoti Dhul Xhelal. E dhurata më e madhe je ti që t'ka fal. Zoti truajt dhe t'i dhash të mirat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.